Lumi Seman është kthyer në shtratin e tij duke lënë pas sipërfaqe të tëra të mbjella me grur, elb dhe foragjeret e sinës që janë bazë ushqimore për blegtorin. Këtej argjinaturës janë sipërfaqe të tëra me ser, por disa që janë më afër është infiltruar ujë duke përmbytur sera. Fermerët thonë se grupet e kontrollit dhe verifikimit nuk kanë dalë në terren, por kryebashkiakja i ka thirrur në një zyrë duke i pyetur se çfarë dëmesh kanë. Pas rikthimit të Lumit Seman në shtratin e tij, pasojat në terren janë të rënda dhe të dukshme. Argjinaturat në disa segmente kanë vrima të hapura dhe si pasojë në zonat më të ulta dhe më pranë lumit, uji ka depërtuar duke përmbytur sera dhe parcela të mbjella. Doli edhe vajti deri këtu edhe bile zande ka kulluar, eri skrepi dhe ka hapur se kanë bërë ca vrimat dhe elprat, edhe kullon të ujë, rrithë këteja. Një 4 tonelë qurin tim janë mushur me ujë. Banor dhe fermer të bashkisë Roskovec thonë se përmbytje të tilla kishin vite pa i parë, ndërsa dëmet janë të mëdha. Më shumë dëme ka në fusha të mbjella e më pak në sera. Me jonxha, me gruvë, me dësherë, kanë një lloj atë. Ka dalë në një lumi kështu? Si vjet jo, para dilte po jo ka dëme me një, po si vjet i ka shumë. Ndeu përmbytë ullinj, grura që janë. Tëra ato në herë janë të mytra. Po, vajti ujtë magari vajti 2 metra ca. I ke grur, jonq. Po, dëmesh bërë atyre dhe gjuna është. Shiko që ka bërë, dëmi pa parë. Që të bëjmë një? Morëm misat, ky ka maruar, po e majnë për pullet. Po ka mirë njerëzë, por grur, kanë jonq, kanë trafil, kanë çdo gjë. Bazë ushqimore. Po, bazë ushqimore për lot. Komplet në e zbëja, shikoj, e bëhet me aty, asë që zbëhet. Fermerët shprehen të revoltuar për mungesën e reagimit institucional. Sipas tyre, grupet e kontrollit dhe verifikimit të dëmeve nuk kanë dalë në terren për të konstatuar situatën reale, ndërsa kryetaria e bashkisë Majlinda Bufi është mjaftuar duke i thirrur fermerët në zyrë, ku i ka pyetur në mënyrë verbale për dëmet e pësuara. Ka ardhur ndonjë komision për t'i parë dëmet për dëshë? S'ka ardhur akoma, Komision këtu nuk ka ardhur, më na thirri atje në kryetarja, na thirrin komunë, dhe na tha qa s'ke mjell, i shkruajtëm tëra me çdo gjë, hodhë firmën, se që ta bëjnë ata e din. Jo, nuk kemë marrë asnjëherë neve, dëmë shpërblim. Shikojmë të radhë. Banorët theksojnë se pa verifikim në terren, dëmet reale rrezikojnë të mos pasqyrohen dhe për pasojë të mos dëmshpërblehen, duke i lënë fermerët dhe blegtorët të përballen të vetëm me pasojat ekonomike të kësaj fatkeqësie natyrore.